Përshëndetje miq që na ndiqni nga gjithë planeti, nga gjithë bota. Mos egzagjero. Mi se keni ardhur në satelit, sot kemi një të ardhur më në fund, një fitues, se kemi pas vetëm humbsa, po ishte momenti i madh dhe zoti dhe rastësia kozmike deshi që të vinte një fitues zonë zotrinj. Big Basta. Big Basta. Drejt direkt nga ferma, Po në satelit direkt. Urime Bigu. Faleminderit, A di jeni shgëzuar ato lekë. Shumë faleminderit. Ja, bëra një vizitë. 100 euro njerëz, 100 euro. Shumë mirë, ha. Sot Big Basta është disa renditje më lartë, shumë renditje më lartë në ato renditjet Forbes për shkak. 100 euro do lëvizin goxha, Lëvizin patjetër. 50.000 vende direkt. Lëvizin patjetër. La mbrapa Anduelin edhe Andrean direkt. Po i lash Njerëz të rëndësishëm. Forta ka qenë aty te ferma. Kur më pyeste Ester ose dikush tjetër për nuk e di se si bite muhabeti për punë lekësh, çfarë do bësh me këto, po fitove bla bla bla. I thoja un kam një hall shumë të madh, i thashë un për 18.000 lekë, i thash më plotsohet 2 milionë euro. Te kalon me këtë. Po do t'i jap un, po jo, po s'mund të Kush ishte ajo që i ofroi më fal apo? Esteri, po jo po do i thash nuk pranojnë që të më japësh borxh ti mua ato lekët, sepse pastaj i bie që ti jem prap minus 18. Edhe kur vjen po të arrin dola plus 100.000 euro. Tani jam minus për 3 milion euro. Se kuptova mirë llogari, po. Dgjoj. Kishte ndonjë kërkesë të çuditshme çfarë do bëni me lekët aty brenda apo? Po, kishte. Se keni folur kështu besoj. Po, i kemi fol disa herë, por ato ishin çuditshëm se për shembull ma acaronte shumë ajo loja me shishe që bënin. Që bënte... Ma loja me shishe më ka pëlqyer gjithë tjetër. Se di si e bëni ty. Jo, me të puthur, as me të zhveshur, nuk ishte ashtu ajo, ishte një lojë tjetër ajo, lojë kot. Edhe bënin ashtu lojë me shishe dhe ati që i bite... Po, ati që i bite ajo fundi i shishes... Shishes, pra që t'jemi më konkret, bënte pyetjen, ati që i binte ajo Maja, Maja Qapo thua, se kam bledhur akoma vetë nga ferma. Edhe forta të bënin pyetjet sinqerta që ti të merre përgjigjet sinqert. Edhe? Në një format që duhesh me qenë lojtar gjatë gjithë kohës. Kështu që unë si jep asnjëherë përgjigjet sinqerta, ato e merrni kështu si të merrni. Normalisht bëjmë një pyetje apo do na tregosh historia nga ferma? Po më ngacmon si do harxhosh lekë. Atë ka pasion e histori. 24/7. Unë për to histori e more po. Na përgjigj tash këtyre pyetjeve që janë më njerëzore dhe më me këmbë në tokë. Sa lek do? Kush e i pari nga se ka gjithmonë nga këta në fis, kështu që. Po çfarë thua? Ta me stil. Kush të kërkoi borxh i pari? 400 që na shikon vllajën. Du me ndru këtë makinën e mori një më të mirë. Po pra, po... Ta heq 12 këtë edhe të mori tjetër 18, të ma plotësosh i 6. Jo, nuk isha ashtu, po ishte një komentues, ishte njëri që kishte marrë guximin e bukur që të më shkruante në mesazh, që urime për çmimin, isha me ty gjatë gjithë kohës, ma jepi 5.000 se i kam fëmijët jetim. 5.000 euro? 5.000 euro. Si kishte thënë, ma jep një 5.000 euro se i kam fëmijët jetim. Kishte prindi fëmijëve. Kishte prindi fëmijëve me sa duket. Ka birsuar në basë. Po 5.000 euro mos ka qenë të tatimeve, se ata kërkojnë 20%. Nuk e mora seriozisht, Do shta nuk e dish do me thënë jetim. Mos thot i kam të varfër se kështu edhe mendon që i ka jetim. Se nga fisi i pas këtë gjithë rregulluar domethënë. Po, jo, nga fisi i kam gjithë rregulluar shqyr zotit. Bën koci kështu, si kujton se bëre pis ku filloi karrierën që bëri 28 këngë për 2 vjet. Ka babai 6 restorante, më lesha bën si hallxhiko. Po si ka restorant me këngë. Ora të trapani se mora. Ishte lek për të klipe. Pse more trapani? Se mora, nuk e di pse. Shkoma aty këtë magazinet e fermës ku prestavit se more me gjithmonë? Çfarë se mora? Po e ke aty, e ke zhdurat është joti. Dgjoj tash. Se ti bëje se kështu që do mbaj fjalën dhe lojtari drejtë dhe që u tregove burrë gjithmonë kështu. Ke thënë aty e kemi me audio, me video, me gjitha, që o fitove do blesh një lop që ta mbash në garazh. Okej. Do e blesh tani fitove? Po do ta ble. Sa lop do ble tani? Do ta ble. Po kokë lopës. Do ta ble 3.000 euro. Një lop nga ato të mira ato. Po 3.000 euro bote lopa. Ajo e mira. Ti me ishti mban. Do blesh lop dhe mbash garazh. 3.000 euro bote lopa do ta majnë garazh aty se është edhe fresk. Po mirë, si të lindi ideja të mbash lop në garazh, më fal. Nuk e di, lindi Albanos faktikisht ideja. Po lindi mua. E ke thënë, a e ka thënë ky mua? Ka thënë. Te që ka thënë. Bile ka thënë që para garazhit ka dhe ullishte. Po mirë, nëse do blej një lop dhe mbaj garazh. Unë nuk vinjej. Po edhe mund, po do ta blej dhe do ta marr në garazh. Po poshtë makinës, Do e marr edhe një 2 lepra të bukur.
Basta ndonjë 2 Shkojnë muaj. lepra dhe lopën, shkojnë. Dashuria për kafshë do më thënë të Ndonjë ngelin 2 muaj brenda në fermë. Si nuk hodhe një varr këngë më burrë, ha? A babakut ngacmoi. Albi poeti 2 javë në një bëri 4 vëllime me poezi. 4 vëllime. Po, e bukur është faktikisht. Unë në fermë, para se të vija në fermë, unë kisha bërë gati gjithë albumin, them drejtën. Edhe u mjaftoja me lançimin e këngëve, publikimin e këngëve, sepse nuk doja që ti mbysja ato me vargje të reja. Dhe përveç asaj, isha 100% i fokusuar në lojë. Po ato 4 vargje që i hodha për këngën e Erandit, që të paktën doli një diçka, një krimtari e ime. Shumë e bukur doli. Doli shumë e bukur. Mund ta gjejmë të hitin Fiku. Këngën që bën te ferma që bën Erandi. Ferma mbaroi ato, kanë nxjerrë në vend tjetër apo? Mall nga ferma apo për fermën? Mall për fermë. Për fermën, se mall nga ferma pastaj. Malli me fermë. Mall nga ferma. Ka debat malli nga ferma. Çfarë ka? Let's get spicy. Si komenton zërat e këtyre haterave? Se ka zëra që thonë që nuk e meritove fitoren. Në anglisht është i shprehje, haters gonna hate, Potatoes gonna potate. Kështu që haterat le të flasin gjatë gjithë kohës, nuk ka reklam të keqe. Unë shpresoj shumë që ato të jenë në fazë reflektimi tani më që gjitha kjo ka mbaruar. Nuk kam asnjë natë me ato, biles mundësisht edhe për haterat. Për ata po flasim. Për haterat, për ato që po flasim. Për një hater konkretisht? Kam përshtypjen që janë po të njëjtët haterat që ishin aty brenda janë edhe jashtë. Ata që kanë mbështetur më shumë. Kështu që me akaunte, me këto, se nuk është edhe vështirë për ti track, për ti gjurmuar, por thjesht unë ja fal me zemrën time që kam ja falë gjithë këtë inat që ato kanë. Po je i mirë, je i mirë. Po, faleminderit shumë. Dhe i them që me gjithë këtë reklam që më kanë bërë, thjesht më kanë dhëruar fitoren gjatë gjithë kohës që ato kanë folë, edhe jam shumë mirënjohës, po si jap as i lek. Ma, ata që... E bërë që e bërë zemrën e madhe. Jo, nga një ranë mirë thot. Jo, nga një ranë mirë thot. Po të shkuma beda i vari leshtë, edhe hater do dhe lek. Po pikërisht. Jo. Edhe mund të kishe gënjur. Si ndikoi qëndrymit në fermë? Hyre më i shëndoshë dole më i dobët apo hyre më i dobët e dole më i shëndoshë? Po tani është edhe ajo miti i peshorës që u peshova dole 75 kg. Po, ajo që kështu. Ishte për qesh për ty, po ishte shumë fillzuese. Çka ka ndodhur? Po si, se nuk e keni parë. Po tani çdo detaj se kemi ndjekur 24 orë. Monitorime para se kishte momente që shkonin edhe në banjë. Monitorime o Gert. Na erdhi peshorja se ishte shumë për qesh për Albanun, po ishte shumë frymëzuese për mua. Mbikëqyrjet bënë fermën Zori, doli Basta, doli më i lehtë se Esteri, doli 75 kg. Më i lehtë se Andrea 79 unë 75. Tani aqen Zori peshorja. Mirë se ka kockën e rëndë Andrea, prandaj. 164. 110. I nxori peshorja deri në 150 masin. Pra, hyra 120 dola 110, po ndroja dueli aty e bëri 10 kg stres. A ke rënë domethënë, kjo dalmi dobët. Po rash, po pastaj po mundohem që të rifitoj prapë ato kilë. Është investim ai. Domethënë Kara 10 kg. Se Karini këtu që merret me këto gjëra, po. Natën e finales kur morë çekun, ti mbajte një fjalim shumë interesant. Po. I lutem ta dëgjojmë ndonjëherë regjia për ata që mund ta kenë humbur fjalimin e fundit. Dhe pse jo, hajde ta bëjmë bashk, ndryshimi fillon nga individi, nga ne, nga vetvetja, kështu që pse jo. Siç e thash edhe në fillim, unë këtë gjë e kam bërë për djalin tim, por edhe për gjithë fëmijët e Shqipërisë edhe si prind. Bravo. Ka lezet ose. Çka kishte klipi? Pyetja ime mbi këtë fjalim është çdo të thotë që e bëre për gjithë fëmijët e Shqipërisë. Çfarë do të thotë? Është 100 euro me fëmijët e Shqipërisë, tash ka mundsi. Po lejmë kurse e keni menin të lekë. Dëgjoj para për gjithë fëmijët e Shqipërisë. Dëgjoj sekond, mos e lidh me lekë. Mos e lidh në Shqipëri fëmijët e Shqipërisë nga kjo. Të lutem mos e lidh me lekët. Me çfarë lidh? Jo mos e lidh me lekët. Ja, pa një çfarë lidh. Por duke qenë se sot e kësaj dite që ne po flasim, akoma sot e kësaj dite që ne po flasim, po marrin lajmet e para, bullizimet, po marrin lajmet e para njerëzit që ofendojnë, parlamenti, gjitha, luftë
në luftë, në shoqëri, luftë ka një gjak nxehtësi të jashtëzakonshme. Tani me atë që unë kam treguar aty brenda, pra, që e kam thënë gjithmonë që nuk kam hyrë thjesht si Big Basta, por kam hyrë si Gerald Xhari, pra emër mbi emër, siç e kam pasaportë. Pse? Sepse doja që tregoja vetveten, por duke dashur të frymëzoj djalin tim me sjelljen time, me durimin që kam tregu kundrejt gjithë këtyre që bërtisnin gjatë gjithë kohës, që donin një vëmendje të kriposur keq, doja që ti tregoja atij që shikosa edhe me të mirë mund t'ja dalësh. Është rrugë gjatë, por që në fund edhe fiton. Pra edhe fëmijëve, mos harrojmë se përpara se, si ta them, gati një vit u bëm që ndodhi një e pa bërë në një shkollë në qendër Tiranës, në shkollën time ku unë kam bërë filloren edhe 8 vjeçare. Dhe në ato momente unë bëra një material muzikor bashkë me Komitetin Evropian të gjithë, që t'i thonim stop dhunës. Kemi dalë në për qytetet kryesore, duke mbledhur gjimnazet kryesore të atyre qyteteve, duke bërë fjalime, do më dhënë gjithë shka për të sensibilizuar rinin, e sidomos edhe të vegjlit. Pra, për mendimin tim, gjitha i durimi që kam treguar, edhe gjitha pjesë e karakterit që kam treguar, ishte e dhimbshme nga ana ime, ky jam unë në të vërtet, por djali im të paktën të frymëzohet dhe edhe të gjithë fëmijët e tjerë, qofshin mosha e djalit tim, qofshin më të mëdhej, të frymëzohen, sepse është shumë e lehtë të bësh gabime dhe të jesh i keq është me zgjedhje. Të bëhesh i keq, thjesht zgjedh që të bëhesh i keq. Pra, nuk e kemi më të nevojshme ne si shoqëri dhunën, nuk e kemi të nevojshme ofendimin, bullizimin. Ne jemi brez i njëjtë, Albano, dhe kur kemi qenë neve të vegjël, ka pas bullizime pa fund, ka pas ofendime pa fund. Dhe madje, në arrifin prindrit që, po ti ku e kishe dorën, do më ti kishe gjujt, po nuk duhet tjetë ashtu. Me vërtet jemi më sensitiv tani, po nuk duhet tjetë ashtu. Qëndron si përgjigje. Edhe mjafton, do thosha. Dhe dhuna nuk është vetëm me dorë, është edhe verbale. Po, pra me pak fjalë ti ju thua gjithë fëmijët e Shqipërisë bëuni si unë. Po, bëuni pozitiv. Bëuni repista të shëndosh. Jo, pozitiv. Dhe ma këto merrin nusën këngëtare që po sueci karriera si repist, pak nusja me bukë. Pse jo? Pse jo? Ja ku e gjete. Sa mirë e gjen një silver lining po shumë. Pse Big Basta dhe jo Just Basta? Çfarë është kjo Big përpara? Për emrin po flet. Për këtë i ka meritat. Are you trying to overcompensate si teoria kështu? No. Për këtë i ka meritat Dr. Flori. Për këtë i ka meritat Dr. Flori, heq kapelen për këtë pjesë, kur ndroi jetë një nga idhujt e mi Old Dirty Bastard, pjesë e Wu-Tang Clan. Thoja, kam shumë qef, du ta maj emrin Bastard. Ndërkohë prindrit e shtëpia. Prindrit e shtëpia, më të dashuruar se kur. Ishte jetim si punë e këtia që të kërkoj 5.000 euro për fëmijët. Edhe vura emrin Bastard, shumë i bukur për hip-hop si emër, normalisht. Edhe kur Dr. Flori më tha, shiko se duhet shkojmë në një festival, edhe tha, po ndroje, tha këtë emrin Bastard, dhe faktikisht mora pjesë një kompeticion me emrin Bastard, edhe tha, ndroje, tha, bëj diçka tjetër. Si ta vej, thash? Big Bastard më i madh. Big Bastard. Dhe më shkurtoj atë. Vjen që ke vrashë ajo Bastard. Duaj më përpara. Imagjino ta kishte mbajtur emrin Bastard. Zoti Bastard. Kujdo që nuk do i pëlqente muzika, do të bën muzikë Bastard. Edhe imagjino fito Ferma VIP 200 Bastard. Fituesi për këtë vit është Bastard. Lëvizje mirë pas ka qenë. Po pra, u bë nga Bastard normal o Big Bastard, Big akoma. Flasim çik për muzikën. Kush është kënga jote më e dobët? Ajo që ka më pak views apo ajo që nuk ka më shumë vlerë sentimentale për ty? Domethënë, të themi shembull. Ty të pëlqen më shumë kënga jote Blackout që ka vetëm 300 views në YouTube apo kënga Tim Ke Braktis që ka 8 milion views? Të dyja më pëlqejnë më ato. Po historia me këto që kanë kaq pak. Të pëlqejnë më shumë tash. Të dyja më pëlqejnë njësoj, të dyja kanë mesazhe. Të pëlqejnë ato. Janë si visa të dorës. Se kura do të hundën me këtë të vogli. Po kanë sepse janë bërë në një kohë të ndryshme dhe kanë mesazhe të ndryshme me njëra tjetrën. Njësoj kam, po 300 di pse i ka, se mi kanë heq mu videot e vjetra, edhe normalisht kur u ktheva nga Zelanda fillova të rimarr videot e mia, këngët e mia dhe të rindërtoj kanalin tim. Po Geri, po pse ti hoqën? Po lejo që me sha,
Putja. Jo, po e njërë pse pastaj shaj në fund. Ti fitove fermën për mos përputhje me llap. Jo, për më tepër. Thuaj çfarë duash. Shive, janë disa kompani që quhen si partia e tretë, pra, si ta them kështu, third party. Si këto, kështu. Po, janë disa kompani të cilat funksionojnë me metodologji shumë shqiptarçe. Pra kur ti në moment i thua Albano më vje keq, nuk du të bashkëpunojmë me ty. Të bëjnë dëmi. A ke fjalën për këto harova si kanë goditur. Po nëse pak s'ka lidhje, pa përmend emra se nuk. Dy sop janë kështu të ndaj që hedhin këngë këto e marrin atë. Jo. Me që pyete ashajt emisiona për çka do në Zeland më buri. Ishte larg valla, ishte shumë mirë. Jo, po në Spanjë. Ishte mrekullueshme, ishte super vend apo. Prandaj ike super vend valla. Ka më shumë njerëz, ka më shumë dele se njerëz. Po ka më shumë dele se njerëz, po disa e lehtë që të shkosh në Zeland. Po shumë e lehtë. Është shumë e lehtë për të marrë vizën. 45 ditë me traget. Jo, 72. Po jo, dëgjoj, për 30 orë je aty. Po me traget sa është? Me traget e 6 muaj. 6 muaj, po unë që kam fobi nga avioni shtypit, ta bi 6 muaj. Po ti mos shko fare, po na trego pse tha që është e lehtë për të vajtur, pse? Është shumë e lehtë sepse është shumë e lehtë për të marrë vizën si turist. Pra ato luten që të kenë turista, të marrin telefon nga ambasada direkt, të flasin me "Ejo bro", me të madh, imagjino të marrin nga ambasada, duke të thirrë bro. Ambasadori vet. Ti që vën më dyshje që ora janë këto të ambasadës ose jo, edhe është shumë e lehtë, edhe biletat e avionit janë konsiderueshëm ulët. Po kështu lek t'japin ndonjë gjë kështu. Doni dhe lekë që më të Si i kanë këto? Dhe bashkiat, Mbështetja sociale ndihmë si është? Jo, ato e kam patur që mjafton që të kishe në llogarinë tënde $2.000 zelandez për të përballuar një muaj kur ti shkon aty. Sa i bie $2.000 zelandez i bie 1.300 euro. 1.100 do thosha unë. Po, 1.300 euro, kështu që imagjino ç'a vendi i lirë në sensin për ta prekur, se kështu nuk është i lirë fare. E kuptoj. Dëgjoj vllai tani, me që pyete për të sharat. Ti në 99% të këngëve tua i ke tekstet e pastra, pa të shara dhe pa fjalë të pista. Sigurisht, tu ndosh një herë të bësh një këngë që ta lëshosh gojën motrën. Merr shumë nga Albano, për shembull. Pa bërë këngë dhe shiko çfarë niveli është. Dhe bësh një këngë kështu, ti marrësh me radhë të gjithë ata që të kanë ruajtur pap. Tani të them drejtën, unë nuk e kam as në karakter që të shaj, as në tip. Po jo më kështu si repistor, motherfucker, gjëra, po e shqiptar. Po, Thy i qafën se zak, Po që më vjene i erë t'i motrën, është shumë e vërtet. Po shpesh, nga që nuk e kam karakter. Po jo me kam dhënë fjallin, kam qenë në një emision me fëmi, edhe ato mu lutën aty në emision, të lutëm, a do bësh këngë pa të shara, e thash nga sot e tuti e thash këngë pa të shara. Ja, pas ke dhëmë besën. Po, kam bë këngë me të shame, po thjesht janë anashkalu, po, nga këto që kanë 200 views. Po vari se zakonisht mburen shumë që kanë kështu shumë femra dhe bëjnë jetës shturur dhe gjëra kështu. Ti e ke me Big Basta, duhet ishe on top të këtyre, duhet ishe lideri këtyre tipave, se Big Basta. Histories. Bastar ti se ke, Pimpi. Ti duhet ishe shturja vetë, duhet ishe. Se e kështu më ba. U martove që 26 vjeç, bërë shumë, tire kështë i me Zeland, punon kamarit që apër këtë. Po e mora një sa për 700, jo me jam marrë me foto, me video. Po mora një sa për 700. Ja marrë me malë Zeland. Malë për fermën. Po mora një sa për 700, si t'ja bëjt tani? E plotësoj shifrën. Nuk shkona ajo pjesa shumë mirë. Po pse s'bën që jetë shturur, të tipit riskoj njërë, dit pje një ponç. Dit pje një ponç me quna. Po, ka qurrejt. Po jo më po, edhe si kur të dua, nuk ma marrin për seriozisht gocat e tjera, se e din se sa i dashur me mu me vesën, edhe kur bëjnë muhabete, bëjnë shumë muhabete sinqerta. Se del me goca për dalë? Po jo, edhe ato që frekuentojnë për shumë aty të radio, në punë. Del vëzë ja jem njeri. Frekuentojnë të radio, frekuentojnë të radio. Ato jo frekuentimi, digjo, ato që përplasemi gjatë gjithë kohës. Përplasesh gjatë gjithë kohës. Përplasesh në radio gjatë gjithë kohës. Po nuk kam, nuk kam. E kupton dhe arsyen pse, nuk e japin dhe i thonë që je dashuruar. Nuk jam nga ato, mund të tradhton fytyra. Unë edhe po të merrem me punë pista, mund të tradhton fytyra, aq i keq jam. E kuptoj. Djalin do e sforcosh
drejt hip-hopit apo delesh gjë qa muzikë doj? Djali... Putrin di meri kështu çanga kështu. Jo, djali tani ka një fiksim të madh për Brazilian funk. Nga e gjeti këto. Është një lloj muzike që ka një lloj distortion të paparë në edhe atë të makina ime, normalisht Brazilian funk. Brazilian funk. Ti nuk i ndikon fare domethënë. PHUNK. E di më e di. Po pra po, është e tmerrshme, e bukur, po është e tmerrshme, për veshin tim është e tmerrshme. Është domethënë për veshin tënd, ajo Brazilian funk është siç është për veshin tim muzika jote, që Po si është kjo? unë gjej Freddie Mercury, kam tatuazh Metallica kështu. Edhe unë i gjej Freddie Mercury edhe Metallica e dëgjoj. Asi më pak se një poem, çfarë them ai, më lëviz. Tani s'ke 100.000 euro. Po, të shtuara në llogarinë tuaj. E ke ndjer fizikisht dhe shpirtërisht që të do çik më shumë vesa. Normalisht. Edhe nëse se kanë ndjer ashtu është. Kam vënë re. E ke vënë re? Kam vënë re qasjen. Qasjen. Pra, shpirta bëjni ta çesni çaj? Po pra po. E forta ula i natë i thash, okay, hajde thash tani pres kritika. Do të që s'kisha shumë kritika? S'kishte fare. Era parë në historinë e ditës. Duhet të kishte bërë lesh kritika. Por s'kisha kritika, thash problema nuk të du keq, pak keq, po pak rëndësi ka, ti fitove tani. I harroj më. Edhe pastaj më kishte bërë një listë me kërkesa që ajo kishte, tani të shohim sa do të ruthen. Zduri 60.000 euro direkt. Po pra po, ferma më ka mësuar që të luaj unë, që do vazhdoj lojën. Menaxhosh Do të rregulloj edhe buxhetin. Po i thua s'mi kanë dhënë akoma. Po, normale. Tani, ke thënë aty që ja ke marrë zemrën vesës me një pjatë fasule që gatoj mamaja jote. Sa lek do mama jote të na bëj 1 ton fasule? I duhen nga bandas. Dalim të shpërndajmë lartë e poshtë. Pusim gjysmën e Tiranës. Po, ku të gjonë? Të dalë me kazan rrugëve, unë po, pyete maman, edhe më thuaj. Pa lek fare, bura, fitova 100.000 euro. Fasule çu di bërse, janë te gatimi apo është fara? Ja da pshu, vap, fut lugën, fut. Jo, mirë. Këtë do me kalti. Kam një listë gjatë. A ke një listë gjatë? Tap. Ai duhen aq shumë. Okej, më në rregull. Mamin e kisha kështu si pjesë plotësuese të them drejtën që i bëni ato fasulet. Se vetë bona 3 çerekun e punës. Po. Biles e ke bërë gjithë punën, mami vetë fasule, mami kishte bërë fasule gjithsesi. Ti ke thënë vesë dëgjoj mua. Se unë jam çik bastard vetë. Okej, hajde. Kam çuar 800 goca në shtëpi. Aha. Pa fasule, Jo, me gjellë të ndryshme, që mami ishte të gjellën gjithsesi. Me turli. Provoj çik se për ty e ka bërë. I thash që do vi me një gocë shumë të veçantë, provoj çik se e ka bërë dhe ato nga sikleti. Ka që mendojnë që do i marrësh për gratë, ti e more. Nga sikleti që të ngecik, që e ma e provojnë. E mrekullueshme. spektakël, da. Bëjnë kështu, ua, e pa besu, thua ti vesës kuqura, se ka bërë Gordon Ramsay dhe ju ka edhur dhe ku të gjuhë në një Parmigiano. Arkenzi dhe ju ka edhur Nuk e di, mami im ishte kështu kuzhinierja më e mirë në atë kohë kur ja çova fasulet. Tash si flet fare rrezik. Tani. Shkojë, presim to sugar coating çan to kështu. Mos ta, nuk mbulohet DV-a me gjethe, kalojmë dalim me të. Si të ka ndryshuar jetën fakti që mbolle flokët? Qa mund të bësh tani me flokë që se bie do të kurqe tullas, të vërtetën? Asgjë më ka rinuar. Ha? Më ka rinuar. Të duket ty, të duket. Po, sinqerisht ndihem më mirë, po. Thjesht përdor krërin, ajo është arritje shumë e madhe. Në rregull. Edhe si mund ta përdorën tani këtë lukun? Plus që shto vesh penzimet e belberë. Si mund ta përdor? Me gruan më laj thaj me një. Çfarë do bëj? Ti mbolle flokët Për gruan. Po çfarë them? Për gruan i mbolla flokët që edhe plus. Po di se si ha njëri këto tani çfarë. Po për kë e mbolla flokët për tani? Për kë do të bëj? Mbolla se ishe qeroz, të vite turna vetja. Isha qeroz, më vite turp, po e vërtet, edhe më vite turp nga vetja. U myta duke e rrujt kokën me brisk, po tani jo më. Por jo më. E gjeta zgjidhjen. Pikpasta nuk e ruan më nxirjen e lajm. Nuk e ruan më kokën. Nuk e ruan. Titulli i emisionit. Tani thuaj vërtetën vllajt. Me shpirt, me këje, me Iranin apo me Izraelin? Kush do të shuaj njëra tjetrën? Kush do që të shuhet në ato dyja? Unë e bëja mesazhet e gjata të paqes tash. Jo, a di çfarë doja më Se thonë? paqe kur po përgatisje. Jo, a di çfarë doja më thonë? Se po ta lidh me punën e Zelandës.
E keni marrë vesh juve që në rast se një sulmi atomik e vetëm Zelanda shpëton? Zelanda dhe një 2-3 vende tjera që nuk i zë. Tani u ktheve, para luftës u ktheve. Që flasin bombat atomike në gjithë botën, Zelanda e re dhe një 2-3 vende tjera që janë super larguar. Po flasëm Pacifik kështu në. Kështu që jemi mirë. Po flasëm bombat në gjithë botën të rrobë Zelanda, më kupton. Nuk i zaj blasti, po pastaj bëhet kjo blokon diellin për 500 vjet dhe një. Gjithsesi, sado si do të paktën kemi një mundësi atje. Nuk vdes direkt. Tani unë këtë lloj lufte e shfrytëzoj si një fushat shumë të bukur marketingu për turizmin e Zelandës, që e ftoj gjithë stafin e Vision Plus që po plasi, po u ziru lufta, të vini aty të gjithë dhe të hapim një Vision Plus aty në Zelandë. Do çka ke ndonjë Airbnb andaj tani që po na. Jo, me Airbnb ku do vini ju, ku do strehojeni të gjithë. Po që edhe mund t'ju bëjmë letrat. Ke prona në Zelandë? Jo, nuk kam prona. S'ka asgjë në Për Zelandë? aq vjet sa shkova aty, jo nuk kam prona. Po tani kemi lidhje me Zelandën apo jo? Puno hajë si që themi ne. Po ka më lidhje me Zelandën apo jo? Njeriu vjen me $20,000 zelandez me vete. Ore bëri një 3 herë, bëri një pyetje ky i shkretë. Lere s'ka aq fare. Shmeni më vetëm për lekë, burr, nuk ka mundësi. Ke lidhje me Zelandën pyet Besio? Akoma, domethënë Kam akoma lidhje me Zelandën. Të merr me presidentin telefon. Kam, më merr kryeministrin telefon, thot Big Basta fitove, janë shumë të kujdesshëm. Edhe plus me gjatë promovim që i kanë bërë Zelandës në Shqipëri, nuk e di, meritoj një vend aty në Ministrinë e Turizmit. Unë mendoj që ata të Zelandës kur fitove fermën duhet të kishin bërë një tribut, të bënin atë ta ka pa, ta ka fuka mama si isha si. Ta ka marrë. Ma kanë bërë ato kur më kanë dhënë këtë varsën. Edhe me plot gojen e them që kjo është Greenstone, e keni pa filmin Moana? Moana, po. E kemi parë. Okej, tani kjo vjen nga ato gurët e Pacifikut, edhe këtë asnjëherë nuk duhet ta blesh për vete. Por duhet ta blesh ta dhurosh. Dhe para se ta dhurosh, për momentin që ti do japësh atë kutin, ti do t'i bësh këtë ritualin. Ti s'di ritualin apo s'di ku t'ja dhurosh tani? Unë nuk di ritualin. Po e mban vetë. Ta kam përkthyer në një atë ritual, çfarë do të thotë? Rituali a di si është më? Lindi atëherë nga që kanë qenë lundërtar këto të papar, dhe kur erdhi inglezi me hollandezin, që ishin me armë të gjitha, këto e bën se gjasmë duhet trembnin. Të trembeshin ata. Po këto ishin me heshta, këto. Iran ata, bap i vran. Ato bam. Masi e marrun hakën ato e ran. Të roft rituali. Edhe ja blen tokat me nga 2 pushk. Sepse kishin i natë. Jo, ata s'ja blen këta po. Jo, më jo, ishin hater me njëri tjetrin këto ofiset e maurëve. Që atëherë. Haters atë. Një identik si ne. Sa legjendë. Po që ka kështu ishullor me mbiemër Mema. Por seriozisht. Me Lari. Me Zelandë. Por të betohen me mbiemër Mema. Nëse, dëgjoj. Dikur, domethënë përpara disa vitesh, bëre këngën e fushatës të Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës. Ndihesh bashkëfajtor që nuk fitoi Belindi, kishte të bënte edhe kënga jote. Po pse do të ndihesh Belindit? A do një të fortë fare? Jo, për këngën. Po e njëjta këngë, pra një hap përpara, është përdorur edhe në fushatën e Partisë Socialiste në vitet kur ishte Fatos Nano, në po atë vit që Fatos Nano humbi dhe fitoi Berisha. Që nga kënga. Pra kjo kënga. Ju e kishit kopjuar që atje më fal. Pra kjo kënga është tërës. Është aq e bukur sa që sjell edhe tërës. E kuptoj. Nuk është që ndihen fajtor, thjesht do ta kishin kuptuar. Po tani jemi për dëna më pësën që ta dimë, se ke përdor këngën e me Fatos Nano me Belindin. Unë jam me partinë e gjelbër në Zelandën e Re, vëlla. Kjo është lidhja domethënë që nga futur politikës andej. Unë jam vetëm me partinë e gjelbër dhe i ftoj gjithë shqiptarët që të hapin partinë e gjelbër këtu. Po këtu e kemi një. E kemi? Kemi 2. Sazani po kishte e mbylli. Mbylli se jeshile, kemi 2. Se ishte zënë emri i Gjelbër dhe doli sa të Gjelbër. A quhet Gjelbër me vërtet apo ekologjike? Po janë 2, partia e Gjelbër dhe partia jeshile, ekologjike tjetër. Po lare se po. Po seriozisht e keni? Ja fut kodë. Jo, social te ke një çfarë bëj. Për kokë të fëmijëve thot. Po mirë, okay, ata hapin bashkë para partinë e gjelbër. Po është. Tani basta, do të kalojmë në rubrikën e preferuar të shqiptarëve, e cila është repist nuk bëhesh por lind. Dhe rubrikë po. Ja bëjmë të gjithë këtyre, edhe aty që nuk janë repistar. Ja bëjmë të gjithë sepse një rubrikë kanë vërtet qef shqiptarët. Ja kanë bërë dhe dashëri shumë njerëz të gjollaj. Kam krijuar nga një varg për disa situata të ndryshme, vetëm se nuk gjet dot atë fjalën kyç, atë fjalën e fundit që të bëj rim. Prandaj më duhesh ti të ma gjesh ti si fjalë, domethënë si repist ka që. Unë do të them vargun, ti vetëm plotso fjalën e fundit. Rregull? Po. Hajde, fillojmë. I ke parasysh ta legendat që edhin fishekzare mes natës, ta që të nxin jetër? Okej, nuk ka rast më të poshtë se këta përmetin. Vargu që i dedikohet këtyre është ky.
bam në 12, e trondit e këtë milet. Shfajt ka fëmija i shkret, flimor gjumë, fish e gzjarin, se do vi do të fus. Hanxarin. Panxarin? Po pse atë forëm një? Arin. Ja, me Zorin ati në nëziu jetën, më mi Panxari. A du të, sinqerisht mund të shaj këtu, pas e lëbër? Jo, motrën. Jo, agjeram. Jo, atëherë është do vi do të fusë më e sinqer. Jo, ma jo. Kujto premtimin që u ke bërë fëmijëve, ore. Po si ka të duar mua, dole aty dhe këtë gjë, fëmijët e Shqipërisë bëni si unë, a i dhe të shanë emision. Po unë shaj sa po ti shpuke. Situata e dytë është për këta që parkojnë makinën mes të rrugës dhe nuk pjesin fare që ndezi blokojnë trafikun. Po, blokojnë dhe ty, po. Ke mungesë përgjegjësie sociale. Ty s'të plasë se unë zitoj dhe kam halle. Më le në diell 3 orë, më poqe, lëvizë makinën o kokë. Hajde, kjo është e lehtë. Garroqe. Ose kallamboqe. Ose kallamboqe, po. Po, shumë mirë. Situata tjetër është për njerëzit. Hajde tani, çeka, hajde, okay. Situata tjetër është për njerëzit që futen para në supermarket. Ti ngarkuar me gjëra me trasta, kështu ai kalon si pat keq. Të preferuarit e mia këto. Të bëjnë sikur të shikojnë. E kemi gati. Ti e di që unë të pash kur para me jo fute avash. Kërko falje mos e zgjat pas ke qenë burr. Lugat i E vështirë. Ja, shiqe pist. Burr. Kërko falje mos e zgjat se pas ke qenë burr. Nuk të ikën nga mendja e këtë kod atë. Ajo është vetë, është tjera si fjalë. Vetëm ajo vjen në priti se vjen në mendje. Po. Po pse se thua, pse detyron mua? Jo, do të zgjedh variantin e parë, burr lugat, më vjen. Kopjove. Po se më vjen këtu Albano. Okej, situata e radhës ka të bëjë me njerëzit që nuk mbajnë besën, me bespremat. Të trajtuam si vëlla, të besuam ty gjithçka. Ti na shite me njëherë, u tregove besprer. Ne të dinim çun dhe mirë, ti na dole çun. Fakir. El var nga këngë ti e një këtë. Ja, si pas ka dalë ferma nga shpirti akoma. Dhe treta. E gjashta si bie fundit. Kemi më. 1, 2, 3, policia është... Me ne. Si sa i gjenë direkt o pasharë. E mësoj tani e stilin. Pasta, 2 pyetjet fundit. Po. 2 kemi. 2 copë. 4 gishta. 2 për të cilin në apartament apo jo? Po. Si që jam mbritur dhe unë. Të vërtetën, tash, dhe di që këto janë tema shumë të vështira për diskutuar televizion. Po mua më ka ndodhur shumë shpesh dhe të gjithë të ftuarit të ardhur satelitë i pyes bëj sikur s'u ka ndodhur. Nuk ka mundësi mos ketë ndodhur, jemi pak a shumë i brez. Për ata që arrin në apartament. 6 muaj diferencë kemi bashkë, kemi 8 muaj. I ke dëgjuar në një prind duke bërë seks kur qenë i vogël. Pse vetëm në apartament dëgjojnë. Vetëm unë i kam dëgjuar më plak. Dram. Jemi 2 në këtë botë. Jemi 2, dëgjuar jemi 2. Ja, ke në fund Gjete shokun. Si tha jo nëna. Ama nuk kanë ndjenjë më të Ska. Ja, 2 traumatikë dhe shumë. Se sa të dëgjosh babin duke të mamin, është e ndyrë. Është drejt e tia. Është e drejt e tia, po nuk ka, është gjë më e ndyrë. Djalë që shkëtë shteti, 460 kile. Si është ajo shprehja? Kur i dhe shti përpjetje, Si është ajo shprehja, thonin doje babin, por kur u rrita e mora vesh i babin. Po, ka dhe nga ata që për t'i marrë hakun ka vajtë... Fëmijët e Shqipërisë. Të bëhe si unë. Nese, më valë. E dhja dhe historinë, që për i natë të babit vajtë dhe gjyshja për t'i marrë hakun. Për i natë të babit vajtë dhe gjyshja. I gjë vlajnë, si të merë me të mira, t'i gjë vlajnë? Jo, nuk të marrë mira, kjo është vërtet këshu. Dhe nuk dua ta kthej në shaka. Të gjithë njerëzit e mëdhenj formohen në vegjeli. Ka rase që formohen dhe cikon brava. Kur ke qenë i vogël, të ka ndodhur në njerë që ke menduar që okej, kam mjaftueshëm letër higjienike dhe e ke marrë, por në fakt s'ka pas aq sa ke menduar ti dhe të shgrisur të hamburgistat me kur të shih. Po, shpesh.
Shpesh Të ka formuar kjo, do. Gënjen, kur ka qenë ai i vogël s'ka pas letër higjienike. Stuarimi preferuar s'ka gënjur pras vjet. Të gjithë kanë mohuar, kanë dëgjuar prindrit që kanë bërë seks dhe gjithë thonë, "Ua, ç'është ky muhabet, ku më është grizë ndonjëherë letra higjienike?" Po ta them, edhe prindrit i kam dëgju, edhe letra mu ka grizë dhe madje edhe më griset. Vazhdon akoma. Nuk di ku çish dorë. Dikush është e fortë. Dikush është e fortë se kur i shoh çmimet e këtyre letrave higjienike që kanë shku 18000 lekë. Te copa. Po ishte sa po zemra që ta blesh herë të 18000 lekshin. Po ti do shkosh te ai varianti mesatar i gjës. Pra nuk do e blesh as shumë të lirë dhe prap gabon edhe aty. Se të griset. Se do lash një herë dhe pastaj të griset aty bot. Po. Kështu që me këtë ta basta, mendoj ta mbyllim për sonte. Po ja vlen. Lajeni mos e fshini sepse është më shumë. Lajeni me sapun. Mesazhi i gjithë kësaj interviste. Po e dham edhe një mesazh. Dhe këtë e themi për fërkojeni mirë. Fërkojeni mirë. Poshtë më poshtë po shkon. Ta mbyllim, po bledi mbyllë pupe. Filloj me të fërkuara ky. Natë e mirë, kjo ishte 2:84 për sot. Ju puf të gjithë në buzë, gjitha vajzave që na ndoqën, edhe çuna